Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje, miqtë e mi të dashur të Nzom, për I takoni kështu edhe këtë të premte me mua Albinën, si gjithmonë në vendin e njëjtë, ku tjetër përveç në Nzom. Do ju informojmë për më të rehat nga bota e artit, kulturës dhe showbizit, por si që do randi, dujt me I falenderua dhe ato që si gjithmonë për kujdesën, për veshjen dhe dukjen time. E ty shikues I dashur I Nzom, po të them që qëndro me ne sepse rubrika e parë ka përgatitur diçka shumë interesante që do e shijojmë së bashku tani. Një vajzë e vogël, por me një zemër të madhe e talent të jashtëzakonshëm për muzikën. Do I ruaj malet, me trup jam këtu, me zemër atje. Ornella Dobruna vjen në këtë epizod kushtuar epopesë UÇK-s me një rrëfim krejtësisht ndryshe. Unë jam Ornella Dobruna, jam 9 vjeç dhe jam në klasën e 3. Ajo më tutje thot se kohën e lire kalon me lexim e shkrem që ta perfeksionoj këtë gjë, deri në detajin e fundit, e pohon faktin se muzikën e ka pasion. Madje pas kamerave ndej sa këtej duke kënduar e ndarë me shikuesit tanë se si ka kaluar gjatë programit të fundit të shkollës. Në programin e shkollës, kam kënduar këngën, mos e prek kushtarin tim dhe ja kam dalur shumë. Në kohën e lirë mund të këndoj, të bëj disa vallëzime, të luaj dhe të shkruaj. Duket se emrin e saj do ta njihni shumë shpejt si një ndër këngëtarët që do të jetë pjesë e skenës magjike, ku performohet muzika mirëfills shqiptare dhe ajo patriotike. Këngën e di jam shqiptar, këndoj me zemër. Jam e vogël për me opa, por peshoj sa 7 kala. 500 vjete nana pëllakë, kastriota rujta shpatën. Se muzikën e ka në zemër, këtë e thot me shumë dashurive e Ornella, e cila shton se në qejf I ka dhe veshjet kombëtare. Unë I pëlqej dhe veshjet kombëtare, por edhe këto veshje që I kam të UÇK-s. Dhe I falenderoj shumë luftëtarët që kanë mbrojtur lirinë tonë. E derisa është akoma në shkollë fillore, ajo përmes kamerës në Zoom tregon se cila është lënda saj e preferuar, e mesazh të bukur ka përquar edhe për miqtë e saj të ngushtë. Lënda ime më pëlqyer është arti figurativ dhe unë kam një shok dhe 3 shoqe të ngushta. Ata janë Florenti, Greta, Vlera dhe Tara. Këtë rrëfim kaq të bukur, ajo e përmbyll me një detaj mjaft të këndshëm. Urimi im është që t'i falenderoj gjithë shqiptarët e Kosovës, gjithë luftëtarët e Kosovës dhe t'i falenderoj shumë. Përndryshe, Ornella e bukur ka qenë pjesë e disa manifestimeve të rëndësishme në shkollë, si gjithmonë duke marrë rolin e këngëtares së zellshme. E deri në një takim të radhës me të, ne I dëshirojmë asaj fëmijëri të mrekullueshme.
Unë sot doja këndoj një këngë për juve që titullohet Mos e prek kushtarin tim. Nëse s'jam atje, ku i ndeza zjarret, dëshirat e mia do i ruajnë molet, me trup jam këtu, me zemër atje, shpirti mo vlezër, në Kosovë vjen e ju sheh. Minutazha në vazhdim i rezervohet një këngëtari që kudo që shkon e bën për vete një publik të tërë. Bëhet fjalë për Genc Lekën. Unë këta nuk dua të zbuloj asgjë, po e shijojmë ekskluzivitetin së bashku. Një këngëtar i dedikuar për performanca të mrekullueshme live, i ftuar në shumë data të rëndësishme për të zbukuruar gazmendet e ndryshme familjare. Bëhet fjalë për Genc Leka, ai ishte i ftuar në emisionin Zoom ku flet për nisjen e 2025-shit si një vit të mbar të paktën deri tani. Po mirë unis, si çdo vit që fillon mbar, me shëndet jemi mirë. Normalisht kemi filluar me projekte të reja. Ai më tutje thot se nuk do të mungojnë as datat në përmbrëmje muzikore, por në Zoom Genci tregon se si shkon krejt përgatitja për një mbledhje. Energjinë e marr, mas pari çuna me disponim të mirë. Çat natë kur kam me performu, normalisht energjia s'pungon. Pastaj vazhdoj me djem, takuna me pjesëtarët e grupit, me Valdrinën, me Vedatin. Aty fillon energjia jonë tamam. Edhe për momentin jemi on top në vëneja, inshallah do Zoti zgjatshëm. Unë jetoj edhe projekt në Prishtinë. Edhe Prishtina gjithmonë është vendi ku na presin mas miri. Po ashtu në Prishtinë janë krejt, janë Prizrenit, janë Xhilanit, janë Ferizajt, krejt janë këtu edhe normalisht në Prishtinë kanë mas miri, po normalisht edhe Ferizajt ashtu po on top, Meneja, ashtu jetë shumë bukur. Por nëse krahasojmë një mbrëmje muzikore me dasmë, cilën e bën më me qejf Gence. Normalisht dasma është ma përgjithësi. Edhe normalisht stresi është më i madh. Se neja shkon korini shumë, edhe u mbush, që thujnë parët i marrë. Po dasma është ma përgjithësi e madhe, normalisht stresi është ma qysh po kalojnë, qysh po hen qifti, qysh janë musafirët e mirë, se më thonë zvaret dhe shpi këngëtarit për me, që thujnë për me kallë atmosferën, normalisht pa unë edhe musafirët është shumë problematike. Unë mas pari kur dalë me u taku me dasmor, sen i parë që i thome du veç një njeri që mune po marrë me mu. Pika e parë. Se ka si kusherini që ka ardhë apo stafat me prish darsmën, edhe vjen thot kënoma ti që të kongë. Unë zakonisht nuk edhe urime e përshëndetje shumë pak marë, për arsye që darsma shkon bas repertoarit tem, edhe di që është mas miri se unë i kam 5-6 darsma, për shembull ai martohet vetëm një herë, edhe faktikisht nuk e din renin e darsma fort, edhe i thom ka mundësi më malon veç një unin mu, unë e mirëna me të, edhe normalisht me menaxhimin e sallës darsma ka më shku perfekt, gjithësysh nëse dojnë, na me marrë dheqin. Që 99.9% thojnë, ta besojmë ty të kena thirë, edhe dheqin. Ate ngacmuan pak edhe për bakshishe në dasma, cilat reve ka më të theksuar këtë pjesë. Prizren Suarek Gilan, qytetëria. Genci pohën faktin se krejt verën e ka të mbushur me data. E 2 muajt që i ka në qef janë pa dyshim koriku dhe gushti, për arsye se diasporën e kemi këtu.
Nëse një beqar që po e sheh dëgjon për momentin këtë intervistë, sa para duhet I bëj gati për lekën. Ata dasmorë që më thirrin mu, pavarësisht të din çmimin. Unë e kam një çmim modest, nuk e kam haj si këta. Kam qef edhe unë me bo, normalisht se për shatë punë e investoj, për shatë punë punoj. Çdo punë të na mendojnë që kaq se këta I kanë senet, I kanë renat, apo kupton, gjithmonë është ky paragjykimi, po videoklipi, tek shkruesi, studio, ajo kjo, domethënë ka kosto shumë të madhe për me më rrina deri nashta me bo çmimin që kam bo, vite duhet me investu për me orë deri tesh ajo. Që tu kesh kuptuar njerëzit, po këto janë që thojnë mu minë që kënej më dalin kënej, nuk mirëna me këto. Unë e mirëna me punën tem, mundona sa ma mirë me performu, ku do që t'jem. Mos m'ja hongër hakun kërkujt, m'ja shti hilen që thojnë, e jep maksimumin për dorë, ose për nej. Unë mundet me marrë edhe ai diasporës, edhe ky që e ka rrugën 500 euro këtu, apo don edhe secili e kanë derën qelte unë. Ka ndodhur raste, shumë raste kur ka thonë e kam kërku çmimin tem, unë ka thonë Gensbër nuk kam, beson zot nuk kam. Ashtu ma po më çuço, pa parë unë nuk s'di. Më thonë kur kam filluar karrierën tem, shumicën e lokaleve, nashta edhe dorsma, kena shku me një çmim shumë modest, edhe pa parë. Apo kupton. Do ma kanë ditë, po me rëndësi unë ja kom ditë vetin dhe I falenderoj shumë edhe bendin tem, se normalisht është përgjësi e madhe me marë, me thirr dikon me thonë Valdrin nëse vedat, merr instrumentet, hajde se kena me shku me performu pa pare. Apo do në shumë e ronë, po këta gjithmonë më kanë kuptu. Të kalojmë tani tek një gjë tjetër nga të gjitha zhanret që servojnë për publikun e gjerë. Genci thekson se baladet, po I do publiku më shumë. Normalisht baladat janë ato që më flejnë shpirt, dhe kom kuptu që populli jonë I don, jo veç pse ty të flejnë edhe normalisht duhesh me mundu me I servu. Po populli tonë kanë qef ma shumë balada, edhe normalisht me ato jam ma shumë e fokusum, edhe dhe që tash janë tu pritë, sidomos ka nga e fundit është kogja mirë të me hecë. S'pëdia me qitë me njerë se kom gatsh me këtë tjetërën, s'pëdia me qitë me njerë këtë tjetërën që mos me zonë shumë, po për momentin është perfekt. Unë e kom kuptu, faktikisht që audiencën teme, e kom shumë Instagram. Apo kupton, edhe unë kur t'i shoh njerëzit që më shkruajnë, edhe mi bojnë share këngët, për mu që ajo është klikimi më I madh. Apo kupton, nëse veç çat sekuencë 30 sekonda, 40 sekonda e kanë dëgjuar në Instagram, për mu është shumë e vlefshme se sa nashta me hi. Normalisht edhe YouTube-ja është pjesë e suksesit, po njerëzit tash janë bërë shumë koha shumë e shkurt, të lodhen nëpër puna, nashta nuk ka mundësi me shku, me kliku komplet këngën me ngu për fillimit, po për mu unë nuk jam absolutisht e vonë mas klikimeve. Nuk po e lë me na ik pa na përmend edhe një detaj mjaft interesant. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, këngëtari ka zbuluar se së shpejti vjen edhe me diçka të re, e deri atëherë shumë suksese për të. Krenar Krasniqin e kam kështu shok të shpirtit për qefi, me to edhe enëm familjarisht, edhe është një ndër suportuesit më të majtë mi për kur kom fillu unë me këndu, prej shumicës kolegëve të mi që nashta unë e kom prit mas shumëti, u kom krenari gjithmonë që më kam mbështet mas shumëti edhe e kom lëshkaman. Miqtë të mi më të dashur të në Zoom, ma herët kem brenda, tash po dalim jashtë pak, përveç historiave që me shumë dashni dhe mbëlsi pregadisim e në kas për juve. Stafi në Zoom ka vendosë që për nder të 8 marsi që është nesër, me ju shërby me disa mbëlsira edhe të gjithë
kanë më na dhënë një urem edhe një mesazh shumë të bukur për gjinin po ashtu të bukur. Jo që djemt nuk janë, ama dyqysh qikat kanë lezetin edhe janë fakt lezeti shpes, janë për prend, janë për gjithë shka në botë. Kështu që si baklava në tepsi thuhet më sakt. Faleminderit shumë edhe Trinks desert, se një fëmijë i vogël po na bën pak probleme dhe zhurmë, ama jemi në ambiente të jashtme. Edhe si që isha duke ju thënë, nga kuzhina e Tringës, nga duart e Albinës, edhe enkas në ekranet tuaja kudo që jeni. Ajo na ka uru edhe muajin e shenjtë të Ramazanit duke na dëshiru agjerim të letë, e unë që shto e letë, e thjeshtë, shumë, s'po thëmë sportive, këtë herë elegante, po du me ishpërndoa disa dhurata që me dëshmu që në Zoom nuk e ka kriter vetëm klikimin, po e ka kriter edhe me i bo njerëz me undi dashur, edhe me i bo njerëz me undi të vlerësuar mbi gjitha, kështu që shkojmë. Qa ju kishe thonë grave për këtë fest, për 8 mars? Urime, 8 marsi, shala me të mira. Faleminderit shumë. Edhe një urim për gratë. Grave, jeni vetvetja, bëllni të forta, luftoni për drejtat e juja, pesoni jetën. Uroj që të gjitha gratë, anë e kanë botë, sidomos gratë shqiptare, të përparojnë, të edukojnë fëmijët që të shkollohen. Edhe të mos bojnë ndasi mes gjinive, jo djale, jo qika, po të dytë barabar. Një ndër mesazhet më të mira. Tita shumë faleminderit, ju bëf mirë, tash mundosh me marr. Qështë që e thejva. Na u kanë shkrit pak vision shumë të qeshme. Faleminderit shumë. Ju bëf mirë, faleminderit. Minë ngrama të nderume, po na uroni 8 marsin me një ëmbëlsirë. A ka emision që ju jep kështu ëmbëlsira? Veç pyetje na lodh. Apo ma jep një urim të bukur. Ty! Për gratë, për gjinin e bukur. Për gratë, urimi më i sinqert është më bët zojat. Me i dalë vetë i zatë se femna edhe ashton të kalume ka qenë shumë e shtypne, kështu që uroj sot me luftu deri në fund për drejtat e veta. Shumë faleminderit, edhe ishte mu shumë ashtë si muë. Mbi gjitha, faleminderit shumë. Po dojna me ta uru 8 marsin me një ëmbëlsirë. E vish një urim për gjinin e bukur. Rast yt që po punon edhe s'po nalo shkurt për të mirën e familjes. Me gjenet e me të mira në jetë. Faleminderit edhe për shumë. juve të gjithë. Faleminderit shumë. Një urim për gratë. Po të shoh që je me fëmijë, sa ka rëndësi me rrit vajza. Unë i kom këtu 2 qytete vllaut. Rëndësi ka shumë, se janë krijesa më e bukur që ekziston në botë. Çka ju uron gjinis bukur? Më të mirat në jetë, më të mirat, po kryesisht pa dhunë. Edhe inshallah kanë fat më të mirat në këtë jetën. Bukur si që me një ëmbëlsirë. Ju mu ma uroni, Na juve me me shumë ëmbëlsirë. knaqësi, E që ti kanë neve shumë të bukura, i kemi nga Tringas Desert. Mund t'i gjesh në urime, Instagram. gëzuar, dhe t'jetë një 8 mars i bukur si kurse këto ambëlsirat, që me sigurimi duar të arta të zonjave të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Urim 8 marsi, këta më dhe Kosovë. E shikues të në Zoom, të rubrikës shumë
Unë e du tepër për veti, do me thonë Vox Popi për mu ka qenë një ndër rubrika që e bëj me shumë dashnit plot. Mikrofonin e kom vendos këto që mos më lëviz, se sot e kom pas një emision shumë të mirë, kom dëgju urime të shumta, kom dëgju mesazhe motivuese për gjinin e bukur, edhe mbi të gjitha i kom provu edhe një herë kështu publike është ëmbëlsirat e Tringas Desert, edhe po them sinqerisht që janë më të bukura në botë, kështu që ju të cilëve përshëndetje nderuam, apo doni një ëmbëlsirë? Hajde. Edhe pse nuk me çfarë janë këto? Me gjithë shka, dhe me thonë. Ç'ka ta provoj, ç'ka po ndruket interesant. Se kemi shpërndarë në shumë qytete, kështu që janë shkri pak, që do me thonë një rast konkret që na nuk e dojmë Virgjinin sepse është edicioni kushtuar 8 marsit. Po kam ëmbëlsira. Faleminderit edhe për juve. Dëgjues dhe shikues të Nzum, ky është rasti konkret që ju thash edhe më herët në stand-upin e hyrjes që Nzum është këtu për çdo qytet të Kosovës, por edhe më tutje komplet në troje të shqipfolsat, edhe mbi të gjitha Nzum është kudo që jeni ju, sepse Nzum është afërsia që na dojmë me kriju tek publiku. Më kam mbet edhe një 2-3 copë që po du me i provu. Sinqerisht Tringas Desert mund ta gjeni edhe këtu poshtë, tek logo poshtë ekranit, që është një ndër faqet më interesante, edhe më ëmbëlsirat më unike që mundeni edhe ju me i porosit, edhe me i bo për vete për çdo fest ose gëzim që mund ta kemi, e na do të takohemi përsëri javën tjetër. E deri atëherë ju shkoni te Albina në studio, edhe kam ju tregu një rrëfim interesant. Bye bye. Ka filluar, po vazhdon e duket se do të mbaroj me tensione të mëdha. Bëhet fjalë për edicionin apo sezonën e 4 të Big Brother VIP Albania. Një prime si ai të martës, flak fara. Mund ke 1-2 shime. Po sa më të shpifur në jetë. U fillua dhe u mbarua me tension. Ishte prezantuesi Big Brother VIP Albania, i cili sa po filloi spektakli, yjeve mirë mbrëma nuk ju tha nga studio, ama ju hyri në shtëpi. Hej yje. Të gjithë mbetën të habitur derisa fytyra e tij nuk ishte e qeshur si zakonisht, gjë që simbolizoi diçka s'pak të këndshme. Dhe po ashtu doli të jetë. Gjibani u detyrua që me urgjencë ta linte garën nga se babai i tij nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Familja jote na ka informuar që babai yt është gjendur keq edhe ka shkuar në spital. Edhe mami me vllajin më pas na thanë që ka kaluar një ishemi cerebrale. A që pa besueshme ishte si histori sa u duk sikur produksioni i skenoi gjithë këtë situatë që ta shpëtonte tashmë ish banorin edhe nga një zar fizik. Është rrend, më mëse. Është rrend, më mëse. Nga se sjellët i pati totalisht të njëjta, pra as pak reflektime ndryshim. Vëllai i madh ka përjashtuar menjëherë nga gara Gjibanin. Nga kjo dalje e papritur, televotimi u anulua, pra askush nuk dole. Dinamikat ishin të shumta, duke filluar nga raporti shumë përfolur në mes Lajërtit dhe Rozanës. Kjo është loja, la kuriq para botës. Kjo e fundit doli bluff. Në fillim tha kolegun e kam takuar vetëm një herë, pastaj 2 e më pas dolën dhe takime të tjera. Pra thënë më shkurt që dyshja kanë bërë strategji me njëri tjetrin, e kjo gjë nuk u mirëprit as nga opinionistja kësaj sezone Neda Balluku. Ajo kritikoi ashpër Radin e madje kaluan dhe në personale. Unë mendoj që ju të dy jeni dy lojtarët më hileqarë të këtij edicioni.
Mendoj që dëshironi të shkoni në finale në kurrizë të banorëve që luajnë pastër, që luajnë vetëm. Një tjetër telenovel brenda shtëpisë është dhe lidhja tashmëndarja Loredanës dhe Joset. Ky fundit duke qartë që gjithçka e pati loj, në përcepa të shtëpisë bën të thashëthëme duke ngacmuar Olën, e thënë se po i pëlqen. Po qena vajzë mirë, duket sa vajzë mirë, Ola. Sa i bën një hap, jam shumë e gatshme për t'ia bratit. Në këtë mes, Lori ishte viktime e cila fatkeqësisht duhet të vetme t'i bëj ballë gjithë situatave, në disa momente shihet edhe duke qarë. Në anën tjetër, Ola nuk është as pak pishman, bile krenohet se po i pëlqen Jozi, duke u bërë personi tretë në një lidhje. E kur hyni treti, pedini ju vetë. Pasi shtëpia ra në qetësi, nishani i Eglit shkatroi gjithçka, çdo raport të mirë të mundshëm që ishte krijuar mes banorëve. Gjesti? Jo, s'kam as një fjalë. E pa çfarë fola, kështu që s'kam as një fjalë. Të gjithë ishin kundër reagimit as pak të hishëm që Gjesti bëri në momentin që e pa nishanin e Eglit. Aktro dhe këtu në pa. A mund ta thuash ti të gosën kur i bën këtë gjë që i bëre tani? Dhe i thot gjërat ashtu. Debati përshkalloi dhe nëse keni qenë të vëmendshëm në një moment, Besartit i shpëtoi fjalia, nuk du të flas se e dini ju produksion. Iku direkt në tualet midis spektaklit dhe në atë moment Ledioni kërkoi publicitet. Ka publicitet, rikthehemi. Duket se tensioni në shtëpi vazhdoi deri në fund kur Izarta si lidere përfitoi nga avantazhi për ta shpëtuar veten dhe Kellin e Mikelën, duke rrezikuar që pjesa tjetër e banorëve të ishin në televotim. Çfarë po ndodh? Okej, një moment. Ka zarfet e kutisë. Fare në fund, Gjesti e bëri prajmin edhe më interesant, duke thyer kutinë e emergjencës e shpëtuar veten nga nominimi, që kështu edhe treshja e shpëtuar nga Rizarta bie poshtë. Ti mund të zëvendësosh veten me 3 banorë të tjerë, emrat e të cilëve në televotim me përjashtim të Gjestit. E nga ky nominim rrezikon vet ajo, Mikela dhe Kelly, një veprim i mençur ky apo jo. Nëse këtë e dëshmoni ju që jeni shikues besnik të këtyre formateve, që me raste po din të luajnë edhe me psikologjinë e njerëzve. Situata agravoi me njëherë pas parimit të spektaklit, ku i gjithë produksioni mbetën të shtangur e pastaj duke manipuluar si zakonisht me publikun. Po e nisim nga fillimi, Rozana i bën të presion Gjestit, duke akuzuar se po e ignoron keq Eglin, e bëri të ndihej e padobishme, e madje në faj pse në trup e ka një nishan, që në fund të fundit shumë zhun për asgjë. Ama kjo nuk ishte tëra, Gjesti e pati një moment që sa hap e mbyll syt ju bë viral. Për më shumë shikoni e gjykojeni ju vetë. S'kam o vlo! Po mi pse nervozohesh, Gjes? Mund t'ja thoshe me llafe qeta, që s'kam. Vlen të përmendet fakti që Egli ka teksuar që përdor hapa qetësimi, e dhanja për këtë gjë shtoi se bashkëbanuesi asaj ka nevojë për ndihmë speciale, duke ju referuar psikologut. Bukuroshja është bërë si një dhomë rrëfimi, sepse të gjithë hallet shkojnë i çajnë tek ajo. Derisa Danja po e qetëson Eglin, Joze e Valbona po diskutojnë me Gjestin për gjithë këtë situatë, e sigurisht ai është munduar të justifikojë sjelljen që e bëri me Takon. Se çka do të ndodh në vazhdimsi me këtë telenovel interesante, mbetet të kuptohet në episodin e radhës. U kur heq pas një sen, po, qatë o vlo, qashtu që, po në qatë mënyrë nuk më pëlqej më në vlo.
E dini ju që si gjithmonë si që shi ambitor të vjen të kjo rubrika e fundit Shka ka 3. E nga unë Albina derit premtën tjetër, vazhdoni të qëndroni pozitiv edhe mos harroni me dhanë shumë dashni. Redon Berani erdhi me këngë të re, a I publikoi Goca nga Tirana me tekst nga vetë ai, I cili bëri dhe bitin është producenti prurjes së re, që arriti të pëlqejë tej mase nga publiku. Ka zëra se thonë që kjo këngë është dedikim direkt për Eglin. E dua të them se fitoria ime këtë Big Brother është vetëm se kam kuptuar se një vajzë si ti mund të ekzistoj. E me këngë të re gjatë kësaj jave që po I lëm pas erdhi edhe Lisi. Ai plasoi projektin 10-10 me tekst nga vetë ai. Kompozimi dhe beat janë punuar nga Çeli Klipa, ana vizueli u realizua nga Gaddafi. Ku ishe ti mban titullin Prurja e re e Bardhës, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ajo me Readin. Albos realizoi muzikën ndërsa për anën vizuele është përkujdesur Back Production. Adelina Spahia gjatë kësaj jave erdhi me një këngë të re. Ajo plasoi Iftari pa babën, të cilën e ka shoqëruar edhe me një videoklip të punuar nga Back Production. Bashkë me ty a I motër, se vendi kam beton tha. Këngë kushtuar muajit të shenjtë të Ramazanit publikoi edhe Shaliani. Iftari pa prind ban emrin projekti më I ri artistit kosovar, tekstin e së cilit e ka shkruar vetë ai. Për orkestrimin u përkujdes Vedat Lushtaku. Jeta shumë e ranë pa prind, me jetu edhe një herë kisha dasht, mu këthin koncert të skort, fly shpejt Concord, super bida do. Stresi nuk po vjen më me projekte solo, ama të përmbledhura në një album. Këtë e ka bërë të ditur vetë ai duke publikuar këtë njoftim, e thënë se për pak do e nxjerrë një demo që ta dini çka po vjen. Mësohet se ky krijem artistik I Arkimedit vjen në bashkëpunim me Noizen. Me një bisikletë, lëvizje konkrete, nuk japim komente. E pse ç'a ndodhi se m'treme.